Një atmosferë tejet e ngrohtë ju ofrua sot imami të Çabës në xhaminë e Hajvalis. Jo krejt pa arsye, ai para besimtarëve të shumt që mbushën xhaminë e Hajvalis, tha se po përjetonte një mrekulli, për shkak se nuk po e ndjen fare mungesën e shtëpisë. Kështu shpreh imami i Çabës, Bandar Belila, teksa po ligjëronte në këtë xhami pas namazit të yatsis. والله منذ أن وصلت إلى هنا لم أشعر بالغربة أبدا كأني بين أهلي ووطني. Pashallah, për momentin që kam prej këtë tokë, nuk kam ndjerë veten të huaj në gërbet, por si të jem në mesin e familjes time. Imami i Çabës në ligjëratën e tij tha se besimtarët janë çdo herë të bashkuar dhe si të tillë ai tha se kanë ndjerë së bashku vuajtjet që Kosova ka kaluar në luftën e fundit, teksa përçoi mesazhet e unitetit, paqes dhe solidaritetit. والله كنا لا ننام ونحزن ونبكي ونتأثر لما نشاهد من أحوال إخواننا المسلمين. Dhe sa kemi vuajtur ose kemi bashkëdje dhimbjen e juaj për ndodhit që ka ndodhur para më shumë se 25 viteve, masakrat që ka ndodhur në Bosnë, në Kosovë, dhimbjet që kemi me ato pamje që kemi parë në ekran televizive, duke popull që janë debuar, kanë vuajtur, janë bërë masakra ndër tyre. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, tha në ligjëratën e tij se kombi ynë është i privilegjuar me islam, teksa shtoi se vizita e imamit të Çabës është një dhuratë e mirë për besimtarët. Pas këtij njeriu që ka zgjedhë i madhi Zot jetë imam i shtëpisë Zotit, falen miliona njerëz nga bota mbar. E krejt bota. Por shikoni si na ka zgjedhë neve Zoti. Neve Zoti na ka zgjedhur dhe të jemi ne shqiptarët në Ballkan, vetëm ne të përkasim shumicë besimit islam. Neve na ka privilegju Zoti Gjallëshanu, edhe bosnjakët. Unë besoj dhe kam bindjen e thellë se nuk do të shkoj gjatë, njëri nga imam të Çabës do të na vije prapë. Dhe prapë do të kemi mundësi që ta freskojmë shpirtin tonë edhe mendjen dhe zemrën tonë, duke ndëgjuar zërin e tyre kaq të ëmbël e të bukur. Në anën tjetër edhe imami i xhamisë së Hajvalis, Xheladin Fazliu, u shpreh tejet falendërues për këtë vizitë, që u mundsoi të falë namaz pas imamit të Çabës. Ne ndihemi shumë të privilegjuar dhe të nderuar që nga koha e tij e çmuar ka ndo imami i Çabës me qenë sot në komunitetin tonë. Imami i Çabës, Bandar Belila, në këtë vizitë ai fillimisht i priu namazit të yatsis, ku me anë të këndimit tejet të bukur të Kur'anit krijoi një atmosferë të vendeve të shenjta.